18 maj shënohet si dita ndërkombëtare e muzeve. Qyteti i Shkodrës me historinë e tij të lashtë dhe trashëgiminë e pasur kulturore mbetet një nga emblemat e muzeve në Shqipëri. Në këtë qytet ndodhen disa muze të rëndësishëm, të cilët janë kthyer tashmë edhe në atraksione të veçanta turistike. Ndër më të preferuarit për turistët vendas dhe të huaj mbetet Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, i njohur për historinë, arkivin unik fotografik dhe përmbajtjen kulturore që ofron për vizitorët. Muzeu ka një vizitueshmëri shumë të madhe. Jehuna Muzeut Marubit është shpërndarë në 4 anë të botës. Vizitorët janë të shumtë, vinë nga gjitha shtetet e botës. Nuk mund të them që këto të Europës na duken si të shtëpisë dhe ato të vendeve më të larta, Australi, Amerikë, na duken pak si më larg. Vizitueshmëria është nga më të ndryshmet, që thash, e theksova, por ajo që ne na gëzon është fakti që ato sa dalin nga ky muze dalin me përshtypje jashtëzakonisht mira. Mes shumë vizitorëve që kishin zgjedhur të vizitonin Muzeun Marubi në këtë ditë, ishte edhe grupi nga qendra ditore buzëqeshja e Motër Lezës, të cilët e konsideruan këtë vizitë si një mundësi të mirë edukimi dhe argëtimi për personat që frekuentojnë qendrën. Qëllimi i vizitës është promovimi i historisë së qytetit tonë. Dhe me që sot është dita ndërkombëtare e muzeut, ne kena përzgjedhur një grup të rish nga qendra jonë për marrë më njoftë me Muzeun Marubi. Është hera dytë, herën tjetër kena ardhur me një grup tjetër dhe çdo herë zgjedhim një grup për të ndryshëm për me ardhur për me pa, sepse zhvillojmë aktivitete të ndryshme. Ky grup sot është përzgjedhur me bë këtë vizitë në muze. Është një mundësi e mirë që ne kena për të pa punimet, për të pa fotografitë dhe për t'ju dhënë mundësinë edhe të rinjve, të rejeve të qendrës ditore për me pas njohuri rreth këtij aktiviteti kulturor që organizon Shkodra. Kjo është një grup që ja kanë për herë të parë pjesëmarrën në këtë muze, kështu që mendoj se i ndihmon edhe ato, edhe ne për m'ju shpjegu, për me njohë dhe historinë kulturore që ka qyteti i Shkodrës. Muzeu Marubi vjen të mbetet një nga destinacionet më të vizituara në Shkodër nga turistët vendas dhe të huaj, ndërsa numri i vizitorëve që frekuentojnë ambientet e tij rritet nga viti në vit.